Në këto momente është shumë e vështirë të gjejmë fjalët. Jemi të gjithë të mërzitur. Ishte rasti i fundit për të shkuar në botror. Shpresoj që brezi i ri t'ia mundsoj këtë shqiptarëve. Në pjesën e parë ishim shumë afër. Goli nga korneri më pas në pjesën e dytë. Nuk e meritonim. Tani është e thjesht prapa ndeshjes. Sigurisht ato kishin më shumë fizik. Ne na mungonin disa lojtarë më shtatlart. Ndoshta ishte topi perfekt e Lewandowski. Ndoshta mund të mbronim më mirë. Nga gabimet mëson, por shumë e vështirë të gjesh fjalët. Si shkoi ndeshja? Rasti për 2-0, por edhe për 2-1. Ata ishin të hapur mbrapa për kundërsulme. Çfarë të bëjmë? Të mendojmë për të ardhmen. Shpresojmë që të na bëj krenar Kosova, të fitojë ndeshjen me Turqinë. Të jemi krenar të gjithë shqiptarët në botë. Falenderoj tifozët që erdhën të shumt në Poloni. Besoj i zhgënjyem, por shpresoj të jenë pas nesh edhe në të ardhmen. U shpreh Gjimshiti për Klan TV. Nuk ka rëndësi kush humb raste. Jemi të gjithë bashk. Kush gabon e jo. Jemi të gjithë të mërzitur sepse ishte në duar tona, se e nisëm mirë ndeshjen, sidomos pjesa e para. Kishim mundësi të fitonim e shkonim në atë finale ndaj Suedis. Të mërzitur ne më shumë që jemi pak më të vjetër, e ndoshta ishte rasti i fundit për ne që të marrim pjesë për ne. Shpresoj që çunat më të ri të plotsojnë këtë dëshirë të tifozëve. Sigurisht ishim punuar goditjet standarde, e dinim që kishin shtatlartës. Problemit e ne ishte shtatlartësia, se sot nuk kishim aq shumë lojtar me shtatlartësi dhe na ka munguar në fazën në mbrojtje. Kemi punuar, por besoj që nuk mund të anulosh 100% çdo rast, dhe besoj që në të ardhmen duhet punuar më shumë se nga gabimet, përmirëson e mëson diçka nga ndeshjet e radhës. Pse ata në formë nuk luajnë? Nuk mund t'jap përgjigje se jemi ekip, kush luan e kush jo. Të gjithë jemi bashk. Mendon se do t'i bie pas shpinën e trajnerit? Kto janë pyetje provokuese. Në këto momente ne jemi të mërzitur. A mendoni se nuk e dim që janë të mërzitur tifozët? Ata që dalin në fush japin maksimumin, tha Gjimshiti për Supersport pas ndeshjes.